Kur jashtë bëhet nxehtë, mos haro se edhe qeni yt vuan. Kur temperaturat verore rriten dhe dielli përvolon asfaltin e rrugëve, është e rëndësishme të kujtojmë se nuk jemi vetëm ne që ndjejmë vapën, edhe kafshët tona, sidomos qenë, mund të vuajnë rënd nga nxehtësia ekstreme. Shpreha, nëse është shumë nxehtë për ty, është shumë nxehtë edhe për qenin tënd, nuk është thjesht një paralajmërim, është një thirrje për ndërgjegjësim dhe përgjegjësi. Qenë dhe temperaturat e larta, një rrezik i padukshëm. Ndryshe nga njerëzit, qenë nuk djersin për të rregulluar temperaturën trupore. Ata mbështeten te gjuha, nëpërmjet frymëmarrjes me gojë hapur, për të ftohur veten. Por kur nxehtësia është tepër e lartë, ky mekanizëm nuk është i mjaftueshëm dhe pasojat mund të jenë tragjike. Disa nga rreziqet më të mëdha që i kanosen qenve gjatë vapës janë: goditja nga nxehtësia, heat stroke, një gjendje urgjente që mund të çojë në vdekje. Dehidratimi, humbje e lëngjeve dhe elektroliteve. Djegje në putra, sipërfaqet si asfalti dhe pllakat mund të nxehen deri në 60 sa, duke shkaktuar djegje të rënda. Vështirësi në frymëmarrje, veçanërisht për racat me humb të sheshtë si bulldogu ose pugu. Shenjat që qeni juaj po vuan nga nxehtësia. Lodhje dhe apati e papritur. Frymëmarrje e shpejtuar, gulqim. Skuqje të gjuhës dhe mishrave të dhëmbëve. Të vjella ose djarre. Rëshitje ose humbje të ekuilibrit. Nëse vini re këto shenja, mos prisni, zhvendoseni qenin në një vend të freskët, jepini ujë dhe kontaktoni menjëherë veterinerin. Si të kujdeseni për qenin tuaj gjatë verës. Mos e ecni gjatë orëve më të nxehta, 11:00, 17:00. Zgjidhni mëngjesin herët ose pas perëndimit të diellit. Testoni asfaltin me dorën tuaj. Nëse është shumë i nxehtë për ju, është i nxehtë edhe për putrat e qenit. Siguroni gjithmonë hije dhe ujë të freskët. Mos e lini kurrë qenin në makinë, edhe për pak minuta, brenda pak çastesh, temperatura në makinë mund të arrijë nivele vdekjepruese. Mbani kujdes të veçantë për qenë të moshuar, obez apo me probleme të frymëmarrjes. Kujdesi është dashuri. Të kujdesesh për një qen nuk është vetëm një detyrë, është një akt dashurie dhe mirësie. Ata nuk mund të flasin për të shprehur sikletin apo dhimbjen e tyre, prandaj është detyra jonë t'i kuptojmë dhe t'i mbrojmë. Ndaj, herën tjetër që del në diell dhe ndjen vapën që të përvolon lëkurën, mendo edhe për putrat e tij të buta, për frymëmarrjen e tij të rënduar, për sytë që të shohin dhe kërkojnë ndihmë. Sepse kujdesi yt mund t'i shpëtojë jetën. Nëse është shumë nxehtë për ty, është shumë nxehtë edhe për qenin tënd. Mos haro. Ai të ka vetëm ty.